se zërin ton do ta përdorim fuqishëm dhe se në çdo kohë kjo parti në pushtet do t'i dëm shpërblej ata për çdo qindar që kanë humbur në këto përmbytje. Sepse atyre nuk ka, ajo është një emergjencë, u takojnë plotësisht që shteti të përgjigjet kurse ky do t'i fajsoj se kanë hedhur letra dhe plastika në kanale. Pra, çështja është se shqiptarët presin zgjidhjen nga Partia Demokratike dhe opozita, sepse kjo qeveri ka shkputur, jo vetëm ka shkputur, por ka shprehur papërgjegjësi të plot në qëndrimin ndaj qytetarëve. Të nderuar zotëri, zonja dhe zotëri, ky vit fillon si asnjë tjetër në historinë 35 vjeçare të pluralizmit politik. Si asnjë vit tjetër. Ky vit fillon me një grush shtetin në zhvillim nga kreu i qeverisë apo narkodiktatori. Si asnjëherë të historinë e këtij vendi dhe të parlamentit, kryehajduti i kombit ka bllokuar procedurën kushtetuese, detyrimin kushtetues dhe procedurën kushtetuese për të hequr imunitetin deputetëve, ministrave që akuzohen nga organet e drejtësisë për vjedhje, për korrupsion, për shpërdorim. Ky është një akt antikushtetues me pasoja shumë dramatike për Shqipërinë dhe shqiptarët. Ky është ekzekutimi para shqiptarëve i një pushteti që quhet pushteti i drejtësisë. De facto, marrja totalisht në duart të tij nga Edi Rama. Parashikimet tona kanë qenë të drejta. Nuk heq dot ai, sepse në dosjen e Lubi Ballukut, në 3 rrjeshta 2 janë për Edi Ramën. Pra, Lubia nuk pranon në kategorike dhe i thot je ti dhe unë jam mbrapa. Se e vërteta kështu është. Të themi atë që është. Nuk ka më hajdute se ajo, por ky është më hajdut. Ky është më hajdut. Dhe tani që dosja në 3 rrjeshta 2 i ka për Ramën, ai nuk pranon kurrësi. Nuk pranon në asnjë mënyrë ta dërgoj atë në bangon e akuzës. Ka me borxh të mbyll parlamentin, ka me borxh të shkelmoj kushtetutën, ka me borxh të krijoj çdo lloj konflikti, por pushteti nuk e dorëzon. Nuk e dorëzon. A e din? A i ka nisur betejnë me kushtetutën?
betejnë më tegër, më të rrezikshme kundër shqiptarëve. A e din se Mirlinda dhe Linda janë personazhe kryesore Takshit? A e din se aty ku thuhet Ermal Beqiri është Armand Frangu? Dhe i ka të vërtetuara të gjitha Geron Meçe. A e din se në ato zyrat e Ergy Sagasit është i filmuar edhe në shtëpinë e tij si një nga personazhet më të turpshëm